Përshëndetje, mirë se erdhët në episodin e dytë të Home Talk Podcast. Nëse nuk e dini pse thirret Home Talk Podcast, është se bëhet from my home, prej shtëpisë time, mbrana 4 mureve. 1, 2, 3, 4, ai për mas nuk shihet shumë mirë për shkak të harmonit. Hajde t'ja nisëm. Sot e kena një koncept më ndryshe në episodin e sotit. Sot kom I përgjigj 20 pyetje që mi ka bërë një shoku jami. Shout out to ai shoku, nuk e di a don mja përmend emrin ajo. Amo, jo mi emocionum se pra mi ka qu para sa më me flajt një mail. Thash hajt spik shyrje, abdin se më tha musik shyrë sane, letësh sa më naturale. Sot, bëllë shumë kanë kru durt me di që më ka pyet se nuk përdi a jenë pikante, a jenë me spec, a pa spec këto pyetje, po hajde t'ja nisëm. Si të lindi ideja për të hapur kanalin në YouTube? Ideja për me hap kanalin YouTube më ka lind se kur I kum pas 10 vjet, këshirsha një 20 youtubera I kum këshirë shumë panol, sare që që nëj video, edhe më kanë inspiru shumë, se për shembull dikush bëjke vloga, dikush ka zëke histori, dikush bëjke pranksa, dikush bëjke life hacksa, edhe thash, wow, sa sene të ndryshme, po më ishe mi bo, po më ishe me zgjidh diçka që të pëlqen. E kum qejnë me 10 vjet, po tani më vazhdim, e kum shel, se kum shel po I kum bo privat videot, se unë bullizeshin ka pak të shkoll, qeshin familjarët komente, edhe më ka shumë I ri, edhe normal ma I ri prekesh ma let, edhe tani mas do vitev, kur më ka dhe TikTok-u, ku ma zhu me postu apet në YouTube. Apet I kum hik videot, edhe ta shakna nis me podcast, një rebrandim I ri. Pse zgjodhe formatin podcast? Arsyeja pse zgjodha formatin, inshallah ka pyetje ma me spece, të para pak ma kështë. Po nejse, get to know me, I guess, nuk po du mi paraqyku. Podcastin e zgjidha se unë në fillim, ku më dhejz të foj të kallëzu storje, po gjithmonë storjet në TikTok janë shumë të kufizume, edhe kur jem podcast, është panol, të qysho kamera, ty më është me dosh me orë tona me gjiru. Formati podcast a e qash djeri, do më thonë me bo laf, me audient, me kallëzu 100% kushje, jo 10%, 20%, 30%, po për që atë minuta që I të inqizu, me kallëzu që shfoj zakonisht. Cëllë është qëllimi kryesor I kanali? Qëllimi kryesor I kanali të me gjetë njerëzit vetën podcast temin, a me gjetë vetën çka do që bëj. Se po bona pak nervozës ka qitë pyetje ma me spec, po du na pyetje fire. Sa kohë të duhet për të përgatitur një epizod? 1 orë me inqizu, ose tash I bëj veç vetë, 20 minuta, 30 minuta me inqizu, se tash po fuli pa gabime, se kom ba eksperiencë për podcastit me shoqen tem prej Amerikës. Edhe do orë me editu, tani edhe klipet, gjdo dit dhët me editu kaj klip ose 2 edhe me qitë. Cila ka qenë sfida më madhe deri tani? Sfida më madhe deri tash u kanë mi kalu qëtu faza, posht nalt, do më thonë shumë posht, shumë nalt, në fakt njëherë shumë nalt, shumë posht. E me gjithë një farë balancimi, ku e kupten që në gjithë shka ka edhe mirë, edhe keq, edhe Zoti ka folë mirë edhe të keqen, gjithë kun ka edhe mirë edhe keq, po ti dush me manovru mes mirës edhe të keqes, edhe me marrë ata që dënë. Muj me full shumë për këtë sen, po do më thonë aja sfidë shumë e madhe se njerëzit ndikojnë shumë për të mirav, po ndikojnë edhe shumë për të këqijav. A o nuk do të shumë ndiku as për të mira, as shumë për të këqia. Do të me di që neve nga ka kriju I madhë Zot, edhe I madhë Zot I ka kriju edhe të mire edhe të keqen, edhe të mire e ka kriju me të mësu diçka, të keqen e ka kriju me të mësu diçka. Ka herë keqja bëllin na mësën ma shumë se e mira, e tani mas ati mësimi na vjen një e mirë, na vjen një fryt, ka herë vetë mësimi për të keqes është e mira që na vjen. Stabilitetin gjithë ose nuk bën mu tranu mas kur gjafe, që ajo ka sfida më e madhe. Kush ka frymëzu për këtë projekt? Për këtë projekt më ka frymëzu një podcaster që thirret Tana Mojo. E ka pas një podcast emrin Cancelled. Ka ato një podcast dhe qysh qatë shlirë falshen, sa që falshen ato jenë Hollywood, abden në Prishtinjera. Po ato falshen për Hollywood, për sekretet Hollywoodit, për aktore, sa në të qysh falshen shlirë, edhe u kanë si podcast që ke hi me ngu, edhe tu ka duk do më thonë që jetu ngu diçka ma ndryshe si pikreve. Unë e normal Prishtina ma boring, s'ka se se na mo kam qa folli për jetën të ma shumë. Për çfarë tema dëshiron të flasësh më shumë? Ty be, du me qit një epizod, mu inspiru me qit tjetërën, edhe për tema që më inspirojnë për sane qa mu follet. Për shumë që është të pytje ke mujtë me qitë pak ma me spec, po s'po të thëmë sen.
Se e zgjedh mosafirin për podcast. Mosafiri për podcast ka me qenë, mosafirt për podcast ka me qenë njerëz shumë të veçantë. Nëse nuk na bojnë epizodën flok, nuk marr mosafir për podcast. Ka me qenë persona që na bojnë epizodën flok, persona interesant. Do të kufshin a herë mas kamere, se nuk për ditash a dojnë me dojnë kamera jo, kanë me ba interesant, edhe keni me një prezencën e ty në. Da të rego dhe sa epizoda do të bësh këtë podcast. Po me rej sezoni por mi pas 30 epizoda, tani me që di që janë ka 2 epizoda një, edhe sezona tjerë morën me ndërru me isen, me ba me isen ma spicy. Qëfar ke mësuar nga YouTube? Njerëzit e gjenë veten në momentet përditshme dikuj tjetër, për shumë dikush të e qitë një kafe. Për mësu nasha për aftësit e mi, apo mësu shumë për YouTube-ës, mësu atë logjiken që kanë qef me pa njerëzit, e mësu atë logjiken. YouTube-ja ka një të mirë se YouTube-ja mërësh me gjetë video për qysh me meal cake, mërësh me gjetë video qysh me bë pare, qysh me qelë një biznes, mërësh me gjetë video qysh mu falj, qysh me mësu namaz me falj, mërësh me gjetë video gjithë qka në YouTube. YouTube-ja është shumë, nasha që përfolje për YouTube është aplikacioni jam i preferum, shumë a shumë se TikTok-u nasha. Po TikTok është i mirë për promovim. Si reagon familja ndaj podcastit tënë? Familja jam nuk ka shumë naj menim. Jam mësu one të bo TikTok, ka mësu të bo YouTube. Tash nasha naj fjallë e lëshojnë her pozitive e negative atë. Ka herë thujnë abdin bravo që po vazhdën, ka herë thujnë pse qëto që shtë, ka herë thujnë bravo qëto që shtë. Ka i koment shkurta i shojnë se tash qatë shumë video qas nuk ka që merën shumë e këtë punë. Unë e se ngabim së përbëj edhe vazhdoj me bo. Cilat jom planet tua për vitin e ardhshëm? Nuk po du tash mi jam kallëzu planet, se thoj nuk bërë mi kallëzu planet për vitin e ardhshëm. Plan jem për vitin e ardhshëm, visht e menej, visht me nditej. Plan jem për vitin e ardhshëm është me vazhdu që jam të bo, edhe me bo ma shumë bashkëpunime me njerëz, me bashkëpunu ma shumë me firma, me qelë zemrën ndaj Kosovarëve ma shumë, nëse për vletësene më shkujnë nerva, me bashkëpunu me Kosovar, me provu për të mirë, me bashkëpunu me bo senet mira, ju me bo dëm, abden, na i sen qëf që i knaq njerëzit, a na i sen me bo. Njëtën ku me pare që a i fitoj, kisha pos qef mu knaq. Mu knaq sa ma shumë, se ka herë nuk për shfrydzeri njën mi aftu shumë ka herë, po nuk po du edhe me lak mu, po kisha pos qef me dojnë ma shumë. Nuk e di shëshnjën shumë të mire, kam gjithë kum pos 3-4 veta shëshnjën, po qata 3-4 që i kum pos, abden kum pos të mirë, rejthën e majtë mirë, po prap se prap kam qef abden. Me taku njerës tri, po me bo qef. Për ka dashnia nuk po thëm najsen se për ka dashnia nuk ju dijet kor, që që vazhdojmë. A me ndën se podcastet po bën më të njohura. Menej që njerëzit ju pëlqen podcastet, se po mënën me gjetë vetën ma shumë në podcastet, sepse na si njerëz kena shumë sene ndryshme, edhe reagimi i njerëzve ndaj sene ndryshme është wow, abden, ju duket interesant që një njeri është shumë ndryshme për tyne. Një të nku ndaj sene të njejta me njën tjetrit, thojnë wow, po më pëlqen me shqyrë qëto se këkum shumë të njejt, ose pëlqej vetën qëta aspekt. Podcastet e kanë që farë lidhshmëria me njerëz, ma shumë ty be ju pëlqej njerëz. Pak këshillet do t'ju jepsh fillestarve. Fillestarve, vazhdimi thonë, një me përkalltu në për kitë faza, që përgatitu mentalisht, kur kalesht në për fazat këqia, dje që nuk ka me qenë për gjithmonë ajo faza e keqe, po dhe kur kalem në për fazat mirë, ra dje që s'ka me kom për gjithmonë që ajo faza e mirë, jeta qështë, edhe qështë nasha me qitë në figurë, se në vërtet jeta është e përzime, është keq me mirë, edhe qështë nëse fullim faza, se herë shoqet ma shumë e keqja, po tani në qatë keq që mënu me gjithë diçka të bukur, ka erë në shoqet diçka e mirë, në qatë mirë, e gjejna një sent keqe se që shtu na i nasi njerë. Po është më rëndësi dhe start, pura një shumë me veten, këshërni sa ma shumë video pozitive, mos e ushqeni veten me video negative. Falni mirë vetes, provoni sa në ndryshme, nëse merrni me video, editoni video ndryshme, këshërni ku pe gjejni veten, provoni me kon konsistent. Dhe është momenti me që është sharak që të ka ndodhur gjatë gjirime. Një që për mbjen me stash është shumë nuk bën me foj, më kom të gjiru diçka edhe më kom të gjiru diçka me një familjare, tash ajo video është privat. Edhe gjithë shka na dëke që sharake, qka dhe që a bëjshëm, na veç keshëm, dhe më thonë gjithë 2 sekunda keshëm. Që e ka moment shumë që sharak, po momente që sharake në kone edhe në për dejti të gjiru, atë ma shumë momente fun, në për markete të keshet, sa janë njerës tjerë, abden momente. Po gjithë shka të që sharakja, ka edhe momente tjera interesante, ku dyqysh të knaqët shpirti që pe ndonë qak pjesë
tona me njerëzit. Nëse do të intervistoj se tash ki pyetjet që ka lidhur me podcast, kështu që çfarë po bëjna çështë, shpresoj që intereson njerëzve. Faleminderit për suportin për episodin e parë me. Nëse do të intervistoj këtë në botë, këtë do të zgjedhje Tana Mongeau, Taylor Swift, edhe dikën për Kosovë nuk po du me thonë, se po nuk po du me prish atë energji. Si e promovon kanalin të me promovoj me TikTok, me YouTube, ka herë në Instagram, me shortsa, me shkëse videokipet, jo me shortse, po me kësi kipet shkurta YouTube, edhe qështë? Qëfar e bën një podcast të suksesshëm si pas teje? Veç vlo me fol, me kon vetja me fol. E kini kamerë për para me fol, edhe me shprej menimin. Nasha mos me përserit shumë vetën, se kur e përserit shumë vetën të bëhet bajat. Që ata s'po du me përserit vetën, edhe përgjigje. Qëto përgjigje, që pytjet ko kanë shumica gjithë me podcast. Edhe pytja e fundit, ku eshe vetën edhe kanalin mas 5 vitesh. Vetën e shëtu për të eksperienca ndryshme, nasha me hin me na emision, nasha me qitë kanalin në televizor, me bo bashkëpunime me firma të forta, firma që më pëlqenjë, me pas bashkëpunime të mira, me knaqë audiencën shqiptare, me pru frym të re audiencën shqiptare, edhe më knaqë për vete, qëto është vetën. Nuk për di sa kena ko. I shall make some spicy questions for my podcast in Albania. Se është gënjeshtra më e madhe që i ke dhënë dikujt edhe nuk e ka zbuluar kur. Shumë palide po më dhe ka se pyetje. Nëse do të mund të dërgoj një mesazh anonim të ishit, shumë palide s'kena na isha. S'meru me këtë sene. Nëse faleminderit shumë që jeni konë episodin e 2 të Home Talk Podcast, ju dua shumë, ju du ta përqej dashurik. Faleminderit njerëz. Shimin episodin e radhës ju dua prapë. Tuk tuk.